Pasi në opinionin publik në gjuhën shqipe vërehet se ka një mungesë të qasjeve rreth luftës së fundit të Amerikës dhe entitetit sionist kundër shtetit të Iranit, ne vendosëm që ta bëjmë një ekskurzion nga analizat lokale dhe të bëjmë një analizë globale për disa veçori të cilat vërejtëm se mungojnë në perspektivën shqiptare dhe sidomos në atë prej Maqedonisë së Veriut, që është në Evropë, është kandidat për antar të BE-s dhe në një shtet i cili është antar i NATO-s dhe ka marrëdhënie partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo mungesë e analizës na solli deri tek ajo që të rindisim disa pika rreth këtyre çështjeve. E para është çështja më e madhe që bën huti se për kë duhet ne të mbajmë anë në këtë luftë. Ne kundër agresorit dhe kundër atij i cili sulmon dikë pa ndonjë pretekst të asaj që quhet lufta e drejtë. Në këtë rast, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmoi pa u plotësuar kriteret e luftës së drejtë ndaj shtetit të Iranit. Çështja e dytë është se ne këto analiza i bëjmë prej Evropës, e cila e ka kap momentin se gjithë kjo shpallje lufte ndodhen pas Grenlandës dhe e cila është në Evropë. Me atë rast, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i humbën gjithë aleatët e mundshëm të cilët mund t'i kishin nga bota perëndimore. E treta është se Trumpi, sidomos, ka eksperiencë në shpallje të luftës dhe luftë me aktor jo shtetëror. Do me thonë, dhe kjo është përvoja e parë që ai të sulmoje një shtet, që në rastin e Iranit u pa se Irani është shtet dhe përkundër krejt humbjeve që i pat në goditjet e para të udhëheqësisë e tjera me radhë, ajo mbijetoi dhe bile po ndërmerr sulme ndaj aleatëve në Gjirin Persik, por edhe ndaj entitetit sionist që ndodhet në lindjen e mesme. Kjo na tregon se ajo që po përsëritet dihet nga ne moti si një urtësi popullore, gjyshja i ka dhënë një lirë të arit për të hyrë në hore, por se do i jape 100 për të dalë prej saj. Urojmë që pasojat për botën dhe sidomos mbulimi i skandallit të Epsteinit mos të jetë aq i madh për popullatën tonë këtu, por edhe për botën dhe planetin të rësi të i cilit i kanoset rreziku i një katastrofe ekologjike dhe një katastrofe në rritjen e çmimeve të energjencave, por edhe produkteve tjera ushqimore anekant botës. Ju faleminderit.